Shiko, qysh mëshira e Allahut e gjallëron gjithçka. Po ku ka vend këtë univers të madh që nuk është nën mëshirën e Allahut? Po ku ka bre lëvizje që s'prek mëshira e Allahut? Me ngu zonin e bilbilit në mëngjes herët, vallahi, pasha Allahun, ajo është mëshirë prej Allahut. Allahu e ka ditë që ai zai amël ka me ta hjek pak mërzin e ditës që shkoj apo kur e dëgjon. Prandaj, e ka bua dhe bilbilin me këndu për rreth dritarës tënde. Ti ke me ndu që ishte rastësi, por në të vërtet ishte mëshira e Allahut Zotit tënd. Me thith erën e shiut mbas një dite të lagësht, kur rrugët janë përplot ujë qiellit, ajo arome freskët e mëshirës prej Zotit. Allahu e dinte që ajo frym e let ka me ta qetësu shpirtin e lodhën e me ta hjek stresin e përditshëm. Një prej urnave më të bukur të Allahut është që besimtari me i pa shenjat e mëshirës së tij. Këtë shpesh e harrojmë në jetë. E shumica se kuptojmë që Allahu thot: "Fanzur ila athari rahmetillah, kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha." Shikoj gjun, pasojat e mëshirës, rahmetit të Allahut, se si Allahu e gjallëron tokën pas vdekjes së saj. Vëllezër dhe motra, kur e shef një bab duke lujt me fëmin e vet, me zemër plot dashni e gëzim e një non duke lujt me fëmin e vet, me plot dashni e gëzim, shiko pasojat e mëshirës rahmetit të Allahut që e krijuan atë buzëqeshje të bukur me atë ngjejnë grot në zemrën e babës dhe të nonës. Subhanallah, kur e sheh një të uritur që ha me qetësi, pa frikë, pa pengesë e pa smundje që e ndal, shiko pasojat e mëshirës së Allahut. Çdo detaj i vogël e i bukur është mëshirë prej Allahut. Edhe zëri i një lexuesi që lexon Kur'anin, vallahi edhe ajo është mëshirë prej mëshirave të mëdha të Allahut. Dëgjoj lexues të njohur, Menshawin, Kusariun, e tjerë, recitimet e tyne na mbushin në mëngjes me përullësi e dashni ndaj Allahut. Si do të ishte jeta pa këtë dhurat shpirtërore të Allahut, si do të ishte jeta pa mëshirën e Allahut. Prandaj, hape një dritare në mendjen tënde, e përmes saj përulju urnit të Allahut. Shiko pasojat mëshirës së Allahut për rreth. Ngjallë zemrën me ato gjurmë, rritë dashnin për Allahun, me nder, me mallshti, me përullësi që vetëm Allahu i meriton ato. Madje, edhe fakti që ti mundesh me pa, me dëgju, me kuptu, me fol, është dhurat e mëshirës së Allahut. Ndalu dhe mendo në këto. Ndalu dhe medito në këto. Ka do që shkon? Çka do që të bash? Çdo gjë që shikon? Çdo gjë që e thu, e mendon, është mëshirë prej mëshirave të Allahut. A nuk duhet ne të ndalemi e të mendojmë në këtë mëshirë të Allahut? Edhe njerë, pa mëshirën e Allahut, rahmetin e Allahut, s'kishte me ekzistu asgjë s'kishte me ekzistu.